Arturo Ui dhe pik. Nuk e kam thënë unë, e kam thënë të tjerë dhe për këtë më vjen mirë që Arturo Ui është cilësuar si shfaqje leksion. Një shfaqje vërtet jo e madhe, po do të thoja gjigande. Mos harrojmë se në vitin 71, jo 70, më falë, që është vënë Arturo Ui, mendoni kush ka qenë aktor në teatr. Dhe i tërë kolektivi teatrit i aktorëve ka qenë pjesëmarrës. Në skenë kanë qenë 70 vetë motër. Hajde futin atë kuadrat aq të vogël. 70 vetë dhe i kanë zënë. Dhe i kanë zënë shumë bukur. Pa diskutim vlerave artistike të artistit popullit Piromani, me regjinë e tij të mrekullueshme, me skenografinë e Zajmit dhe me interpretimet e Prokop Mimës, Ndrek Lucës, Luan Qerimi, Violeta Manushi, Drita Pellingu e Anastas Krishtaj, të tjerë. Ishte i tërë kolektivi brenda. Dhe ka qenë një shfaqje, më falë, 3 orë pa një qerek, pa pushim.